Sa e njerëz, kur isha në supermarket me ble ushqimet, më dolën këto dy llojet e kekut përpara, në thash dhe i mor t'i provoj se dukeshin shumë të mira. Vinin me dy lloj shijesh, njëna me vanilje, tjetra me çokoladë. Unë do përgatis këtë me vanilje sot. Ishin nga kompania Teuta, a ne të shohim se si do dalë përfundimi. Përgatitja e kekut ishte shumë i thjeshtë, na duheshin vetëm 2 kokë ravez, 125 ml vaj, 125 ml ujë. Do i përzim për 5 minuta me mikserin, më mrapa do e kalojmë këtë tava e kekut. Kjo ishte pak e vogël, po s'ka problem. Për pjekën duheshte 180 gradë për 30 minuta. Shefnja vetën e ke fura juj, domethënë, deri kur të pjeket tamam. Mas 30 minutash, siç e shefni kekun e kemi pjekë, e kemi gati. Është frej goxha shumë, siç e shefni dhe vet. Doli me të vërtet fantastike. Keku me vanilje validom gjithë, ta e ka ngel me provu kekun me çokoladë, a ne të shohim se si do jetë ndaj. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, do ju lutem që ta bëni një like, një koment dhe ta shpërndani videon, a ne pse jo të bëni një follow Instagram, ju lutem, se këto kom keni lënë pak mas dorë, i shefni videot, po followsem keni bë, kështu që një follow ju lutem. Shet mëra, ju rrit Zoti e jeni më të mërt.